Ti më bën të ndihem e veçantë, me këtë fjalë të shkurtër, por plot ndjenje. Heidi Baci ka ndezur sërish kurreshtjen e ndjekësve të saj. Bukuroshja shqiptare, e cila prej kohësh ka qenë në qendër të vëmendjes, duket se po përjeton një periudhë të re romantike. Ndonë se ka zgjedhur ta mbajë ende të mbuluar me mister. Mbrëmjen e djeshme, Heidi postoi në Instagram disa imazhe që lanë të gjithë pa fjalë. Ajo shfaqet e rrethuar nga dhurata të kuruara me shumë kujdes. Një buqet lulesh gjigante të harmonizuara në ngjyra delikate, si edhe një torte personalizuar me një dedikim që të godet që në shikimin e parë. Surpriza duke e përgatitur me dashuri, me çdo detaj që tregonte se dikush kishte menduar gjatë për të sjellë buzëqeshjen e saj. Heidi, me atë buzëqeshjen e saj karakteristike, shihet e lumtur dhe emocionuar, ndërsa përshkrimi i postimit e bëri situatën edhe më intriguese. Ti më bën të ndihem e veçantë. Faleminderit. Edhe pse mesazhi është i drejtë për drejtë, identiteti i dërguesit të dhuratave mbetet i panjohur. Ajo nuk ka dhënë asnjë detaj shtesë, duke ruajtur privatësinë e këtij kapitulli të ri. Dhe pikërisht kjo heshtje ka ndezur edhe më shumë interesin e publikut. Fansat kanë nisur me njëherë hipotezat, ndërsa komentet dhe pyetjet nuk kanë të ndalur. A bëhet fjalë për një lidhje të re? Apo ndoshta për dikë që ka qenë më herët pjesë e jetës së saj? Ajo që bie në sy është mënyra se si Heidi e transmeton emocionin, e qetë, e sigurt dhe dukshëm e prekur nga vëmendja që po merr. Ndjekësit e ish-banore së Big Brother VIP Albania janë në pritje të një konfirmimi, duke shpresuar se së shpejti ajo do të ndajë më shumë detaje rreth personit që siç duket i ka vjedhur zemrën. Deri atëherë, romanca e saj e re mbetet një histori e ëmbël, e mbështjellë me mister dhe magjinë e fillimeve. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.